Nga rajoni numër 3, kandidatja e Partisë Demokratike Senada Mehmeti u bëri thirrje banorëve të kësaj zone, por dhe të gjithë qarku të Shkodrës që në 11 maj të votojnë masivisht numri 1 dhe Partinë Demokratike, e cila ka një program të qartë për ta nxjerrë vendin nga kriza dhe për të zhvilluar edhe më tej ekonominë, duke bërë që të marrë fund situata e rëndë që prej 12 vitesh përballet çdo familje. Në fjalën e saj, Mehmeti shpreu bindjen se ashtu siç Partia Demokratike ka antarësuar Shqipërinë në NATO dhe solli liberalizimin e vizave, do t'jetë kjo forcë politike që me rikthimin në pushtet pas 11 majit do të përmbyllë edhe procesin e integrimit evropian. Në fakt për ne ky flamur është një nder shumë i madh. Ai nuk e din se në hijen e këtij flamuri që është nder për ne e ka çuar Shqipërinë në NATO. Ky flamur ka realizuar liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe do jetë ky flamur që së shpejti do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ne paraqesim një program që tenton gjithmonë më shumë të krijojë hapa zhvillimor, jo vetëm për paketën e emergjencës, por ka një program të detajuar që do të tentoj ta çojë Shqipërinë dhe qytetarët një zhvillim të arsimit, një zhvillim të shëndetësisë dhe zhvillim ekonomik. Prandaj, ju e shikoni vetë realitetin, e dini se në këto momente gjendja e Shqipërisë ka arrit ekstremin dhe ka arrit ku nuk bën më. Ne rrezikojmë me shku në një diktaturë ku pasojat do të jenë shumë të tmerrshme. Nuk ka më kohë me bë prova. Shkodra i ka bë provat si asnjë qytet tjetër dhe ka dhënë prova se nuk ka më besë. Në qeverinë socialiste nuk duhet të ketë më besë. Prandaj është koha që të tanë ne, demokrat, socialistë të ndershëm, të ngrihemi të gjithë në këmbë, të bëhemi bashkë ta shporrim këtë narkoshtet dhe të neodiktaturë komuniste të cilën po rrezikojmë. Banorët e kësaj zone i dhanë mbështetje Partisë Demokratike duke shprehur besimin se në 11 maj vota e tyre do të rikthejnë në pushtet Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore.